Surpriza e fundit e Fatos Nanos nga Dritan Hila. 4 vitet e fundit, Fatos Nano ishte zhdukur plotësisht nga jeta publike. Janë vitet mjaftueshme për të harruar personazhe publik, kështu edhe 16 vitet të tjera dhe bëjnë 20 që ai nuk ishte aktiv në politike, megjithatë, ajo që nuk prite ishte prania e njerëzve thjesht në funeralin e tij. Askush nga njerëzit e zakonshëm dhe të paemër prezent nuk shkuan aty që të merrnin privilegjet e fundit. Ishte thjesht mirënjohje, një mirënjohje e cila ka lidhje me personin Nanos si njeri dhe si shtetar. Jeta e Fatos Nanos dhe pasojat e saj në politik do studiohen qetësisht pas shumë vitesh, atëherë kur edhe arkivat të jenë hapur për studiuesit serioz. Por Fatos Nano, njerëzit e thjeshtë deshën për faktin se ai kishte një fat të ngjashëm me të tyren. Kishte provuar skamjen, burgun, armiqësitë, kishte veset e tyre dhe pasionet po ashtu. Fatos Nano ishte njeriu që nuk vrau askënd me armët e shtetit apo me ato të horrave dhe atëherë kur e lejonte ligji që e përmend Berisha sa herë do të justifikoj 4 të vrarët në bulevard. Fatos Nano nuk ngjallte konflikte në gjuhën e tij. Fjalimi më i ashpër i tij ngjan si predikim urgeshash krahasuar me të ngjashmit. Kjo sillte një klimë të butë sociale, kurse akti i tolerancës ndaj të persekutorëve të tij do të mbahet gjatë i pakrahasueshëm dhe si shenjë emancipimi ndoshta shumë e parashkoshme dhe e pavend. Fatos Nano lejoi shtetin të merrte frymë, shpesh kjo ngatrohet me përtatësinë e tij, por ishte vetmja rrugë që shteti mos shikohej si mjet i dhunës. Në llojin e tij, ai ishte dhe mbeti një fëmijë jashtëzakonshëm, në moshën 15 vjeç, fliste 5 gjuhë. Sikurse në moshë madhore nuk e kishte problem të rinte edhe me horrat. Sigurisht jo për të mësuar prej tyre, por si pjesë e një bote që donte ta njihte. Këtë ai nuk e fsheu kur, asnjëherë. Ai nuk tregoi me njerëzit elitarizmin dhe fodullokun që ja lejonte intelekti i tij dhe pozicioni social, dhe kjo vlen në një popull të ushqyer me barazitarizmin. Fenomeni Nano ishte unik dhe si till bëri që edhe pse tashmë fizikisht merr fund një kohë që ka emrin e tij, njerëzit e thjesht vajtën ta nderonin, jo sepse do të merrnin ndonjë favor prej tij, por thjesht për dashuri, duke surprizuar kështu shumë kënd përfshir radh shkruesin.